Poeti më i dashur shqiptar është Lazgush Paradeci. Por pastaj, unë lexoj me kënaqësi dhe poet të tjerë, kam patur periudha të tëra i lidhur me fishtën sa nuk ka më shumë, dhe pa dyshim për mua është një gjeni i epiks shqiptare dhe europiane. Kam dash shumë Mjedën, Nolin, pra në këtë, por Lazgushi, sepse në një farë mënyre poezia ndonë se ka variantet e veta, ka zhanret e veta, po lirika është dhe shpirti i saj, dhe Lazgushi është liriku më i madh shqiptar. Rikthehemi në politik, Sokol Delia. Doktor, ju përshëndes. Nëse dosja Balluku e implikon edhe Ramën, duhet që antarët e Komisionit Mandateve ta dërgojnë tek institucionet e BE-s që ato pastaj të marrin vendimin përfundimtar për këtë qeveri. Faleminderit shumë Sokol për sugjerimin, po mund të garantoj se ato e kanë. Institucionet ndërkombëtare e kanë atë dosje. Megi Zoga sërish, si e interpretoni faktin që Balluku mbetet sërish drejtuese politike në Fier? A është kjo sipas jush shenjë force apo dobësie e qeverisë? Përkundrazi, dëshmon se Edi Rama është tërësisht i kapur nga Balluku dhe shej force e Ballukut, mos u çudit nesër që ajo të zgjidhet sekretare e përgjithshme e Partisë Krimit. Apo sot, se kur e ka ratë mbledhje. Gjergji Grabocka, përshëndetje doktor, një shpurë e fllihur analistësh dhe opinionistësh që paguan nga paratë e krimit dhe korrupsionit, siç delte nga dosja Balluku, helmojnë shqiptarët me propagandë falso. Si do të këpusni këto fije mes medias dhe këtyre mbrojtësve të krimit dhe korrupsionit? Censura, manipulimi dhe mashtrimi janë shtyllë kryesore e narkodiktaturës sotme dhe përbëjnë një problem madhor për kohën që ne jemi në opozit. Rruga e vetme e kapërcimit e tamponimit të tyre është përdorimi i mjeteve sociale. Se cili nga ne i dashur duhet të denoncoj, të shkruaj, të komentoj, pa u lodhur, sepse kjo brigat puthadorësh që nga mëngjesi gjë në darkë përpiqen në mënyrat nga më të ndryshme të mbrojnë Edi Ramën. Në çdo lloj forme, edhe duke u depersonalizuar në shkallë ekstreme, përbëjnë vërtet një faktor tepër të dëmshëm të kësaj diktature. Ndaj dhe është e rëndësishme shumë ne i menshejmë, t'i emrojmë dhe t'i turprojmë me të gjithë fuqinë tonë në mediat sociale, sepse këta janë çdo porosi e marrin nga zyrat e Edi Ramës. Të gjitha tezat, këta i marrin nga zyrat e Edi Ramës. Këta nuk flasin, edhe sot ky bota flet në unison,
për Shqipërinë, për farsën elektorale në Shqipëri, këta vazhdojnë flasin për zgjedhje, këta vazhdojnë të thonë se opozita e ka fajin, vazhdojnë të thonë, vazhdojnë pra të trillojnë çdo lloj argumenti vetëm e vetëm për të mbrojtur Edi Ramën, sepse mbrojnë pagatorin e tyre, mbrojnë interesat e tyre. Agustin Molla, doktor, çfarë do të bëhet me reformën territoriale? A do t'jeni pro kur kufive që Mirdita të shkojnë në kufit e vitit 1946, aty ku ka qenë? Tani, ky është premtim jo për këtë reformë, se këtë ne nuk kemi vota dhe nuk mund ta premtojmë, por që Mirdita duhet të shkojë në kufit e vet, aty ku është e mundur, jam plotësisht dakord. Fatmir Topi. Doktor, në vitin 2005 erdhët në pushtet si pasojë e disa lëvizjeve për hapjen e partisë. Ndërkohë, ka kohë që nuk shohim asnjë ndryshim. Kjo sjell apati në elektorat. A do të ndodhin këto ndryshime në maj kur të zgjidhen strukturat e reja? Faleminderit. Pa diskutim që do ndodhin, por të jeni sigur se ndryshime ka. Tjetër problem se sot, vetëm një gjë, Fatmir, 2005 me 2026 ndryshojnë si nata me ditën. Pse ndryshojnë? Ndryshojnë sepse në 2005 kryeministri ishte një njeri që kishte vendosur të pranoj verdiktin e qytetarëve. Dhe e pranoj, e faktoj, ne mund t'i... Unë ju e dini që i kemi vendosur 100 etiketa Fatos Nanos, tani i ndjerë, është në ku është. Por ai verdiktin e qytetarëve e pranoj, kurse Edi Rama të garantoj që bën gjithçka për ta shkelmuar atë. Kjo është një... Sigurisht partia do bëjë ndryshimet, dhe për këtë jeni i sigurt, pa asnjë lloj ekuivoku, por krahasimet nuk duhet bëjnë. Nuk janë këto çfarëdo ndryshimi që të bëjë partia. Me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Nuk ka. Kur edhe institucionet ndërkombëtare krejt të pavarura, që janë institucione jashtëzakonisht të kujdesshme, por e shpallin autokraci elektorale apo diktaturë autokratike në Shqipëri, do thotë që Shqipëria zhvillon farsë dhe jo zgjedhje. Dhe farsat nuk i fiton opozita. Duhet jemi, prandaj dhe përpjekja jonë për protesten, rruga jonë farsat i fiton gjithnjë e më thellë qeveria. Jo vetëm që i fiton, por i fiton ato gjithnjë e më thellë.